Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Injorojeni që duket kaq errët, sepse i kam mbyllur të gjitha dritat, duke qenë që mezi e vura Kianin të flinte gjumë, edhe sa shikonte që ishte pak dritë jashtë, direkt zgjohej. Kështu që sot, si që po e shikoni nga titulli, do më vi mami. Është data 12 tetor, nuk e di kur do publikohet video. Dhe Stefani është nisë për në aeroport. Mami vjen në gati 2 orë. Jam shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur që po vjen edhe dua që ta pres mirë. Jam shumë kurioze se si do takohet dhe se si do jetë pra momenti parë me Kian. Ne flasim çdo ditë me video, sepse nuk i rrihet asaj pa parë Kianin. Edhe gjithmonë më thotë, "Më nxjerr Kianin, jo ti, direkt." Do me thënë, më duket vetja shumë pak e rëndësishme tani që ka lindur Kiani për mamin. Dua që ta pres mamin mirë, kështu që do shkoj të blej gjërat për të bërë një kek, edhe pastaj do t'ja u tregoj recetën që do përdor, si do më dali keku, edhe momentin kur të vi mami. Kështu që qëndroni me mua në këtë video, në këtë vlog, edhe shpresoj shumë që çdo gjë të shkojë mirë, që ajo të ketë pasur një fluturim të mirë, sepse është hera e parë që vjen vetëm nga Shqipëria, edhe ishte shumë e nervoze, po njëkohësisht shumë e lumtur që po vinte të takonte Kianin, kështu që shpresoj çdo gjë të shkojë mirë. Na duhen banane për blejmë gjërat që na duhen për të bërë kekun për nënën. Rosh, sa i mirë që ka. Bashkë me gjërat për të bërë kek, mora dhe disa ushqime të tjera. Po pres që të vi mami, mora marule, sepse kisha atje një uri të tmerrshme për një sallat marulesh, kështu që mora dhe kastravet, se nuk kisha, që të bëj sallatën. Domatet nuk do të më bëj kurrë në shtëpinë time. Pastaj mora dhe disa fruta, mora lumbulla, ishin ofert, mora boranicë. Jo se ishte më ofert, po se unë vdes për boranica. Mora bananet që do na duhen për kekun. Kështu që po nxjerr 2 banane jashtë, tjetrën tash ta haj. 2 banane për kekun, tjetrën e mbaj. Mora kështu çfarë i thon këtyre bajame krokante që t'ja vendos kekun basi sipër. Kjo këtu ishte karbonat natriumi, që është sot buke, edhe jo klor pjekës. Mendova nëse ndoshta kjo e fryn më shumë kekun. Mora dhe këto, e dini që janë këto qumës me vanilje, kurse këto janë sheqer me vanilje, kurse këto janë sheqer me portokall. Nuk e kam provuar asnjëherë në kek, edhe më ndova pse jo. Dhe që do na duhen për kekun. Mora një avokado, se kam kohë që nuk kam ngrënë avokado, mora këtë rushën se mu duk shumë mirë. Mora këtë çokolata Twix, sepse në Shtazani kam pasur një dëshirë të tmerrshme për të ngrënë këto, por nuk i haja kur të ëmblat. Kështu që derisa të më thotë doktoresha që je okay të shkosh në palestër, unë do ta shijoj të gjitha gjërat e mundshme për të ngrënë. Dhe ka marrë edhe bukë për të pjekur, e merr Stefani me veten atë. Kështu që le të fillojmë me kekun, pastaj do t'ju tregoj se isha edhe në dyqanin e drogerisë, edhe mora disa gjëra të shëndetshme. Mora disa, jo bebelina po mora edhe disa shtresa për tavolinën e që ndërrojmë bebin,
sepse besoj ju që keni çuna e dini, Kianit sa po ja heqim bebelinën e bën Cici në tavolinë. Edhe duhet ta ndrojmë atë pjesën e shtresës shumë shpesh. Luk, çka ka zemër? Sa i rëndë është për dhe Luk, mezi më pritet që të vi mami. Shtefani e ka marrë mamin, më falë. Më falë që po vetë kërcite ashtu. Shtefani e ka marrë mamin, kështu që unë po e vetë kërcim që të bëhet. Besoj ta bëjmë me banane dhe me kakao, sepse është më e thjeshta dhe bëhet më kollaj. Dhe të thuaj se nuk do përdor fare, ose do përdor pak miell, sepse mamit besoj pëlqen pak me miell. Mua pëlqen vetëm me kakao, edhe bëhet ajo si brownie, po mamit I pëlqen me miell, kështu që do marr bananet dhe do t'i shtyp këtu brenda. Prandaj ka marrë banane që janë të pjekura mirë, jo që të jenë edhe të ëmbla, që mos t'i hedh sheqer, t'i hedh vetëm ëmbëlsirën nga bananet. Qa është më Luk, qa ke? No. Kështu që bananet do t'i shtypim. Keku do të hedhim 2 vezë. Lea! Nuk po përdor mikserin, sepse më flet djali. Ai në fakt e ka qef zhurmën e mikserit, po mbase kur është zgjuar kam atë tani e tremb. I hodha një kështu ekstrakt vanilje, sepse nuk do I hedh ato sheqerin e portokallit, duke qenë se banane me portokall nuk e di, kurse banane me vanilje shkon, e din të gjithë. Bananen nuk e kam shtypur mirë, me thënë drejtën, se nuk ishte aq e bërë, po nuk dua tani vërtet se të ve mikserin. Ati hedhim pak shumisht, unë e bëj me sy. Kështu duket masa. Kështu do hedhim ne. Do ta përzihem me sapukë. Do marr edhe kakaon. Do hedh një këtë miellin me sodën e bukës. Ta përzihem një mirë. Se jo marrë mjaftueshëm. Hedh njërë miellin. Dhe pastaj kakaon. Gati. E banania duke kështu si me kokë dhe t'i hedh edhe disa ara sipër. Jo ara, bajami. Isha të dyqani DM edhe për ju tregoj të tëra që kam bler. Fillimisht kam bler të pakun me Everyday, sepse e dini të gjitha që kemi 9 muaj pa perioda, edhe tani kemi 6 javë që jemi tërë kohës. Kështu që është njësoj sikur të kemi pasur 6 muaj rresht. Kam marrë shampot e mia
Gjithmonë i kam përdorur nga kjo Elvital, mirë po gjithmonë kam përdorur një paketim që është kështu si gold, si i verdh, dhe asnjëherë roze. Dhe këtë herë kam marrë edhe këtë serumin që i bën flokët me këtë edhe i le, pra nuk është se fut manual. Okej, edhe në flok të njom, edhe në flok të fat, në të gjithë gjatësinë e flokut e sprucojmë, edhe vazhdojmë e thojmë apo e stilojmë. Kam marrë një çaj për gjidhënie, e cila është me fenshel, melis, kymel, anis, domethënë nuk di t'i them të gjitha këto erzat në shqip, po është çaj që është shumë i mirë, që ndihmon edhe që fëmia mos ketë për shembull gas në bark, mos të dali kollaj, pra të ketë kaki. Kam marrë 2 smoothie, që është edhe këto për gjidhënie, dhe kanë gjitha këto vitaminat këtu mbrapa, si zink, jod, vitamin C, vitamin B të ndryshme, acid falik, biotin për flokët, me 2 shije të ndryshme. Njëra është me pjeshk dhe portokall, tjetra është me moll, me lule shtry dhe me banane. U zgjuar? Kam marrë këtë çokoladën, e cila është thjesht fara, pa gluten, dhe është e lidhur me çfarë është kjo? Kokos. Kam marrë po ashtu disa çokolada që janë vetëm pra me, për shembull, me kikirik dhe me shumë pak sheqer ose me fare sheqer, dhe që t'japin shumë energji. Dhe në fund kam marrë edhe një çokoladë e cila është 90% e zezë, pra pothuajse fare sheqer. Po i sistemoj dhe pastaj shpresoj që Kiani të jetë në humor të mirë kur të vijë mami. Përshëndetje për Negji. Mirë se ata në Gjermani, Donika. Faleminderit. Negji. Ku je zero? Ja kalon. Mirë. Pritme. Ku është Nipi? Se ku është Negji? Dani. Nipin e ka atje. Ku? Ose jo, shpirti. Ku jeti shpirti ka? Shpirti. Jeta ime. Kiani ime. Ana, si të duket Nipi? Mrekullisht, shumë i bukur. Është si bukur si në foto? Apo më i bukur? Më i bukur që nga thënë. Nana. Një mrekulli. Kiani po flej gjuhë. Shpirti në, zemra ime. Pëftën e natë. Shpirti. Oh, çfarë arome. Ke qëllën. Hoqë ishi. Ka nëna ty. Ka nëna bi. Muaj, po mua s'më takove fare ti. Arroa fare ty. Arroa takoj ty. Shpirt. Zemra. Zim ka ime. Se flej gjuhë. Ta marrësh në krejnë që më vonë. Ka vetë la fare. Stefanit me. Po në i dhek ma. Po, që postime ma. Do t'i ngjash apo hiq? Gja i bushka të pa. Duket se buska si të mia ti ka apo jo? Të si të trashka i ka bushka. Dhe floçkat si të kuqe. Kjo dhe flokës. Është i gjatë, njësa është. Njësa është. Ja, mami po preqe të zgjohet. Kia një që ta marrë në krap për të parë. S'po i durohet.
E zgjash. E zgjoj për zotin. Me nëna. Vishët I ka shumë të mirë. Të gjitha të mira. Kenë. Ta bukush vishësh. Kyqen. E zgjove. Nuk I pritet. Përste nëna. Sa mirë atë. Sa bukur atë. Ti japi mami qice. Ka si dopjo. Doko bëjti. Kyqen. Bukra bukra. Tani që mami e takoi djalin, jemi të treja këtu, Stefani është në punë. Kiani po flem vi mua, ja ku është mami. Jemi 3 breza. Mami, vajza, nipi. Mami, si të duket nipi? Nipi është shumë I mirë. Thonë të gjithë është mjalti, do më thënë është shumë I mirë. Duhet më shumë se fëmijët e tu. Me vërtet? Po. Po si ka mundsi? Nuk e di. Edhe nipi të do shumë kur të rritesh. Gjyshet janë shumë të rëndësishme për një. Po. Po ti je pak larg, me thënë drejtë. Jam pak larg, po do bisedoj me nipin. Do vi Dhe do shumë. vi. Do vi më shpesh. Do vi më shpesh, do të takoj. Apo nipi Do të bëjmë shkoj. krah. Edhe nipi do vi. Shpitime. A ishte njësoj si që dukeshe në foto? Apo është më I mirë? Po, është ati shumë I mirë, po kur e takon në afër për qafon, është jeta. Kur e mban krah për flej shumë të knaq shpirt. Shton jetën. Kështu njerëz, tani mami do më shumë Kianin Se Nexhin, se sa mua. është vërtet. Nuk jam dakord. Jam shumë e mërzitur. Të dua, po ai është shumë I mirë. Sho sa I mirë, sa mirë flet. Si mund të na e përshkruash emocionin kur e pe për herë të parë? Me ziprisja rrugës kur do vete, si është, Po duk rruga e gjatë. I çfarë. Me zipriste. E mami, Rruga me eci shumë mirë për të parë kisha, po rruga me eci shumë mirë. se mami nuk ka ardhur vetë në avion edhe zakonisht kishte shumë frikë që të vinte, po kur ishte çështja për të takuar Kianin, Edhe erdha dhe sulloda parë. u këllot fare dhe do vi dhe prapë. Patjetër. Nëna, shumë faleminderit që erdhe, shumë faleminderit që I ndave dhe mendimet e tua me neve. Jam shumë e lumtur që e kam këtu dhe akoma sa ka ardhur, mua jam e mërzitur për ditën që do iki. Se ndihet kaq mirë kur nuk jam vetëm, që Stefani është në punë. Do vish prapë, premto këtu publikisht. Do vi. E marrë vesh, po nuk erdhi, do t'ja tregoj këtë video. Ikëm pra, të shijojmë një cik të çlodhem me që djali po na fle, edhe fli kur fle djali, kështu që po fle dhe unë tani. Ciao! Ciao.